Edhe pse jemi në sezonin e qershive, në markatën e fruta perimeve në Durrës, ky frut varion nga 3.500 deri në 7.000 lekë kilogrami. Për pensionistët, ky çmim është thuajse i papërballueshëm dhe ka nga ata që nuk e kanë provuar qershin këtë sezon. Por nuk është vetëm qershia, i vetmi produkt që pensionistët mendohen 2 herë para se ta blejnë. Çmimet janë shtrejta më motra. 3.500 lekë, 1 kilo qershia. E keni provuar qershin për këtë vit? Qinën jo, jam pensionist. 190.000 lekë pensioni. Ku ta provosh? Çfarë ke bler sot dhe çfarë do gatuar? Ja, kam bler këto specat. Edhe këto do ham. Ne po vdesim nga çmimet. Se? Se nuk jetojmë dot me këto çmime. Shif sa po marr unë. Ja. 3 kuqe, 3 verda. Do bësh një tavë me speca sot dhe Do t'i gri që të shtohen. Që të shtohen, jo t'i mush, se po t'i mushësh do më shumë. Unë nuk marr qershia, se ka që kemi mundësit. Me pensionin 130.000 lekë qa do marr unë. qershia, tash i lartë çmimi këtë vit se shoh që ke 5.000 lekë kili, 5.000 lekë kili. Arrini ta përballoni? Tash e arrim të marrim sa për fëmijët, pas mund 5.000 lekë nuk jam dot gjithë. Megjithse në treg dominon produkti vendas, çmimet nuk janë ulur shumë dhe nuk parashikohet ndonjë ndryshim drastik në çmime në javët dhe muajt në vijim, thon tregtarët. Klientët ankohen dhe për çmimet e larta. Se çmimet se janë sezoni normale, që janë çmimet e larta, janë prodhimet e para që dalin, prandaj është çmimi i lartë, jo se ka abuzim nga ne, as nga tregtarët e shumicës. Dhe do të thotë që disa prej pensionistëve, disa prej frutat nuk do t'i provojnë fare këtë verë. Nuk arrin të approçojnë. Absolutisht, me atë pension që është normal që nuk arrin t'i provojnë. Malli kryesisht në këtë periudhë është i importit apo është i eksportit? Ka dhe vendi, ka dhe nga importi. Kur nuk plotësohen këto kushtet këtu, dytërmishe dhe hy nga ndej, se do kërkohet malli. Ai që malli që kërkohet, dytërmishe, po që aq ka kërkesë. Vlerësit, kryesisht pensionistët ankohen për çmimet e larta. Pse disa produkte kanë çmime shumë të larta? Po varet, po nuk pat malli ngrehet. Po që dytërmisht që kërkohet, kur kërkohet malli dytërmisht ngrehet ndër çmimet, është normale. Se nuk ka ashtu. Kur ka mall shumë pastaj ulën çmimet janë më të lira, nuk diskutohet, është më lirë. Me nivelin aktual të pensioneve, mosha e tretë është grup mosha që vuan më së shumti rritjen e ndjeshme të çmimit të produkteve të shportës. Megjithse markata e Durrësit është e mbushur me fruta dhe perime të shumëllojshme, fuqia blerëse ka rënë ndjeshëm, edhe për shkak të largimit masiv të popullsisë, sidomos fuqisë aktive për punë.